This includes focusing on the backsliding of the judiciary and arrests of opposition figures in Albania. Washingtoni duhet të ngrej pyetje lidhur me sundimin e ligjit, integritetin dhe efikasitetin e gjyqësorit, arrestimet dhe ndjekjen penale të liderëve të opozitës, si edhe rënien e pluralizmit politik. Eksperti i njohur amerikan Edward Joseph në një dëshmi të fortë në Kongresin Amerikan kërkoi kthimin e vëmendjes tek Shqipëria, pasi sipas tij pluralizmi politik ka rënë, e kjo duke përdorur drejtësinë. Joseph ishte një nga pjesëmarrësi në diskutimet në Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara për çështjen e Ballkanit dhe solli në vëmendje manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit, që nga keqpërdorimi i pushtetit nga kryeministri Edi Rama e deri tek blerja e votave dhe presionet ndaj votuesve. Raporti i vëzhgimit të zgjedhjeve i OSBE-ODIHR për zgjedhjet e majit identifikoi një stër ndërhyrjesh në procesin zgjedhor. ODIHR citoi raportime për friksim, keqpërdorim të burimeve publike dhe presion ndaj punonjësve publik, raste friksimi dhe blerje votash, si edhe probleme me sekretin e votës. Para kongresmenëve amerikan, Edward Joseph ngriti shqetësimin për mos funksionimin e reformës në drejtësi, që sipas tij ka minuar besimin publik. Sundimi i ligjit mbetet një kërkesë thelbësore. Të dhënat sugjerojnë një stok të fryrë çështjesh të mbetura pezull. Këto vonesa minojnë besimin publik dhe të drejtën për proces të rregullt ligjor. Ndërkohë, kryetari nën Komitetit për Europën, Keith Self, dha alarmin mbi dyshimet për kapjen e drejtësisë dhe kërkoi nga Washingtoni që të veprojnë me një analizë se sa ka funksionuar reforma. Sipas Self, sot problemet janë edhe më të mëdha se sa përpara kësaj reforme. After 10 years of implementation, however, it is appropriate to re-examine. Pas 10 viteve zbatim, është arsyeshme të rishikohet nëse reforma në drejtësi po funksionon siç ishte parashikuar dhe nëse po ofron drejtësi të paanshme për qytetarët shqiptar. Duhet të jetë shqetësuese për të gjithë fakti që ngërçi kombëtari i çështjeve gjyqësore është rritur nga rreth 16.000 çështje në fillim të reformës në rreth 200.000 çështje sot, duke lënë qytetarët të presin 8 deri në 15 vite për të marrë një vendim përfundimtar. Shqipëria mori një vëmendje të veçantë gjatë diskutimeve në Kongresin Amerikan se lakon çështjeve të drejtësisë në të cilat ndikojnë rrjetet të pushtetit ekzekutiv, të cilat her pas here sulmojnë ashpër deri në masa sigurie edhe për liderët e opozitës. Ky lloj ndikimi për Kongresin Amerikan po e çon Shqipërinë drejt një minimi të demokracisë dhe sundimit të ligjit.